në njërën anë dëshmojnë se çfarë jeni në gjendjet ju për të mbrojt krimet tuaja të bëni. Damian, e ke vetë parasysh. Tani ti qesh se e shef vetën më pak me Katar duke krahasuar me lubistët. Jo, se lubist nuk e qenë, ti s'mund të thëmë që ke qenë lubist, po tjera ti keti. Lubist kanë qenë ka tjerë, ti s'ke qenë. Të them atë që është. U harrove, se kur i humen mamas 8 milion euro dhe shbrave vetën ti, po mos më thojti mu dhe, le tani mos hapë ato kapitull se s'kan lidhje me zgjedhjet. Pra, eksakt kjo që them. Por, tani do thoni ju, tani u themu është rradha jonë. E ta dini mirë që rradha jonë. Dhe në mënyrë absolute për ne ju s'keni asnjë legjitimitet. Dhe kam binin më të madhe se Partia Demokratike dhe opozita shqiptare do t'u rezervoj ju atë që u rezervohet narkoregjimeve dhe narkodiktaturave. Sa më shpejt është në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar e drejta e tyre për të përmbysur Edi Ramën dhe jo nga lubia por nga opozita. Ky debat zhvillohet për një nga çështjet më themelore të historisë së lirisë shqiptarëve, zhvillohet për funeralin e votës së lirë që partia në pushtet e ngërthyr nga të gjitha anët, nga interesa kriminale, banda kriminale, i rezervoj procesit më themelor votës së shqiptarëve. Zgjedhjet e vitit e 11 maj 2025 ishi një proces funde krye, fars tipike e narkodiktaturave. Ishte një proces në cilin u dhunue ligji i vendit dhe ligji ndërkombëtar zgjedhor në të gjithë periudhën para zgjedhore 4530 herë. Ishte një proces në cilin me paratë e takspaguesve shqiptar për të ndikur dhe mashtruar manipuluar votët e tyre, narkoregjimi organizoi 4553 aktivitete, nga të cilat ditën e zgjedhjeve Giro d'Italia me 7 milion euro. Ishte një proces në të cilin pasardhësi direkt i xhelatit të diktaturës komuniste Kristaq Rama, njeriu që firmosi varjen litar të disidentit Havzinela, pasardhësi direkt i xhelatit tjetër Spiro Koleka, që kërkoi futjen e tankeve studentëve, arrestoi në vitin elektoral liderët e partive kryesore opozitare apo i vuri ata në ndjekje penale. Ishte një proces në të cilin shteti elektoral
përdori të gjithë potencialet, burimet e tij njerëzore, burimet financiare, burimet logjistike, burimet dhe vendimarrjen në mënyrë që të blej votën e shqiptarëve, të kontrolloj vullnetin e tyre. Ishte një proces si kur ndonjëherë më parë falangat kriminale të patronazhistëve dhe aktivistëve të partisë së krimit që paguhen nga qytetarë shqiptarë për shërbime, punojës të administratës, zyrtar, drejtor, hajdut, makut, që tani janë dhe këtu, përdoren të gjithë fuqinë e pushtetit, të gjitha mjetët e pushtetit, për të kontrolluar vullnetin politik të qytetarëve shqiptarë. Ishte një proces në të cilin fuqia ekzekutive e shtetit u përdor në 10.000 raste për punësime, leje ndërtimi, leje legalizimi, certifikata pronësie. Ishte një proces në cilin duke shkelmuar të gjitha parimet për zgjedhjet e drejta, u falen 2 ditë para zgjedhjeve 2 miliard euro gjoba dhe kamata. Ishte një proces në cilin u dhuruan për vot 760.000 pensionistëve 100 euro secilit. Ishte një proces në të cilin u shpërndan licenca për mbjellje kanabis 28.000 hektar kundër 200 hektarëve që parashikonte ligji. Ishte një proces në të cilin troplinët, çelët, bajrët, bandat me radhë në rrethe, me anxharët e krimit dhe paret e krimit, sollën në parlament 28 deputet. Po, pra, ishte një proces të cilin kanik ata, se e dinin që dojtë nxirja me emër. Nuk janë këtu se e dija që e dojtë nxirja, mos shifni njëri tjetër, jo, se i keni nxirë jashtë ata, ikën ata. Sot kisha listën këtu për ta, t'i listoja të gjithë. Pra, ishte një proces që dëshmon të qartë se ju qëndroni në pushtet mbi krimin monstruoz elektoral. Ishte një proces në cilin Altin Troplini, poja i skapit, në mbi 100 sa padi, amnistoj në total të gjitha. Ishte pra një proces në të cilin ju nxurët fytyrën e vërtet të armiqve të egër, të votës së lirë dhe të vullnetit shqiptarëve. Ishte një proces në të cilin ju përdor banditizmin,